Në pikën e kalimit kufitar të Muriçanit në fillim të muajit janar është shënuar fluks lëvizjesh në dalje. Emigrantët shqiptar pas festave të fundvitit po rikthehen drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë, duke krijuar rrallë të shtuara, por të përballueshme. Për të menaxhuar situatën dhe për të shmangur vonesat, autoritetet kufitare po punojnë me 4 sportele në total, ku 3 sportele janë të dedikuara për dalje dhe 1 sportel për hyrje. Jemi në pikën e kalimit kufitar të Muriçanit, data shënon 2 janar. Autoritetet doganore këtu në këtë pikë kalimi bëjnë të ditur se gjatë 24 orëve fluksi i lëvizjeve ka qenë i lartë, kryesisht në dalje nga territori shqiptar. Janë emigrant të cilët po rikthehen në vendet e tyre ku ata jetojnë dhe punojnë prej vitesh. Sipas të dhënave zyrtare nga pika e kalimit kufitar Muriçan, në 24 orët e fundit kanë hyrë 1926 shtetas, ndërsa kanë dalë 3392 shtetas, duke e quar numrin në total të lëvizjeve në 5318 persona, ndërkohë kanë hyrë 717 mjete dhe kanë dalë 1205 mjete, me një total prej 1922 mjetesh.